13 tetor. Zotëria shërbëtor. Që të tregoj në kohët që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezusin. Efesianëve 2:7. Personalisht, për mua, imazhi më i jashtëzakonshëm që Bibla jep për ardhjen e dytë të Krishtit gjendet te Luka 12:35 deri në 37, e cila portretizon kështu kthimin e një zotërie nga një banket dasme. Le të jenë ijët tuaj ngjeshur dhe llambat ndezur. Gjasojuni atyre që presin zotërinë e tyre kur të kthehet nga dasma, që kur të vihet të trokas, me një herë t'ja hapin. Lum ata shërbëtor që zotëria kur të kthehet do t'i gjejë zgjuar. Në të vërtet po ju them se ai vetë do të ngjeshet dhe do t'i ul ata në tryezë, dhe do të vijë pranë dhe do të shërbej. Është e sigurt që ne quhemi shërbëtor, dhe nuk ka dyshim që kjo do të thotë se ne duhet të bëjmë pikërisht atë që na thuhet të bëjmë. Por mrekullia e kësaj tabloje është që zotëria këmbëngul që të shërbej. Mund ta kishim pritur këtë gjatë shërbesës së Jezusit mbi tokë, përderisa ai tha: "Biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si shpërblesë për shpengimin e shumë vetave." Marku 10:45. Por Luka 12:35-37 është një tablo e ardhjes së dytë, kur Biri i njeriut do të vijë me lavdinë verbuese të Atit të tij, me engjëjt e fuqisë së tij në flak zjarri, siç thot 2 Thesalonikasve 1:7-8. Pse portretizohesh ka Jezusi si një kamarier që shërben në tryezë në ardhjen e tij të dytë? Sepse vetë zemra e lavdisë së tij është plotësia e hirit që derdhet në mirësi ndaj njerëzve nevojtar. Jap se Efesianëve 2:7 thotë se ai synon që të tregojë në kohët që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezusin. Cila është madhështia e Perëndisë tonë? Cila është veçatia e tij në botë? Isaia përgjigjet: "Nga kohët e lashta, askush nuk kishte dëgjuar kurrë, asnjë vesh nuk kishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk kishte parë ndonjë perëndi tjetër veç teje, që vepron për atë që ka shpresë tek ai." Isaia 64:4. Nuk ka asnjë perëndi tjetër si ky. Ai nuk heq kurrë dorë nga roli i bamirësit të pashtershëm dhe popullit të tij të lumtur, i cili gjithmonë mbështetet tek ai.